Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, do të flasim pak për atë që ishte vendimi i ndjeshëm në favor të Erion Veliajt, vendimi i gjykatës kushtetuese që linte detyrë pikërisht gjykatën e lartë të sqaronte se pse ishte i nevojshëm pikërisht arresti me burg për Erion Veliajt. Le ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Nëse në ditën e enjte ku do të trajtohet çështja e masës së sigurisë, por në gjykatën e lartë, a ka shanse që Veliajt të lihet i lirë? Kjo është pyetja pas kronikës. 5-3 në favor të Erion Veliajt. Gjykatës së lartë i duhet të shqyrtojë nga e para kërkesën për liri të kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Ky verdikt është i pari që vjen në frymën e një tjetër vendimi të drejtësisë, atë të kolegjeve të bashkuara në gjykatën e lartë për rishikimin e praktikës së arrestit me burg, edhe pse në vendimarrjen e saj, gjykata kushtetuese nuk e përmend drejt për drejt si argument. Sipas kushtetueses, gjykata e lartë në vendimin që do të duhet të rimarrë për qytetarin e parë të Tiranës, do duhet të arsyetojë a është proporcionale masa arrest në burg në raport me pozicionin që Veliaj ka si kryebashkiak. Në vendimarrjen e saj, gjykata kushtetuese thotë se në aspektin substancial, gjykata shqyrtoi pretendimet për cënimin e lirisë personale në drejtim të proporcionalitetit të masës, të lidhur me të drejtën për të zgjedhur të cilin gjykata me shumicë votash e gjeti të bazuar vetëm në drejtim të faktit që gjykata e lartë nuk i ka dhënë përgjigje të arsyetuar këtij pretendimi të ngritur në rekurs nga kërkuesi. Kështu, gjykata e lartë do duhet të arsyetojë pse nuk prevalon e drejta për të zgjedhur dhe ushtrimi i detyrës si kryebashkiak përballë masës ekstreme të sigurisë. Me rikthimin e çështjes Veliaj në duart e tyre, togat e zeza duhet të arsyetojnë pse është e nevojshme arrestin me burg dhe sipas vendimit unifikues të vetë gjykatës së lartë marrë më 4 maj për praktikën e arrestit, treshja gjykuese duhet të arsyetojë shprehimisht përse masat e sigurisë alternative, më pak kufizuese të lirisë personale, nuk janë të mjaftueshme në rastin konkret ndaj kryebashkiakut. Gjykata kushtetuese gjen të paarsyetuar nga gjykata e lartë edhe rrëzimin e kërkesës së Veliaj për të qëndruar jashtë kafazit të xhamt gjatë seancave gjyqësore për çështjen ku ai është i pandehur në gjykatën e posaçme. Në këtë pikë, kushtetuesja pranoi kërkesën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës në rekurs për cënimin e dinjitetit dhe prezumimit të pafajësisë lidhur me qëndrimin në kafaz. Në vendimin e marrë këtë të hënë, 5 ditë pasi e shqyrtoi rekursin mbi bazë dokumentesh, gjykata kushtetuese rrëzoi pjesën tjetër të kërkesave të Veliajt, që nga koha e pamjaftueshme për të njohur me aktet e dosjes dhe rëndimi pozitës nga provat e reja të paraqitura nga akuza në apel. Paralelisht, Veliaj është në pritje dhe të një vendimi tjetër më 28 maj nga gjykata e lartë, ku ai ka kërkuar po ashtu ndryshimin e masës së sigurisë, kërkesë e cila pasoi rishikimin nga ana e kolegjeve të bashkuara të kësaj gjykate të vendimit unifikues mbi zbatimin e arrestit me burg dhe kohëzgjatjen e tij, duke nënvizuar ndër të tjera se mbajtja në qeli duhet konsideruar si zgjedhja e fundit për gjykatat. Zoti Petraj, po hy direkte në temë tek ajo që është dhe pyetja e publikut. A ka mundësi ose le të themi, a është një nga opsionet e gjykatës lartë edhe për ta liruar Erion Veliajin ditën e njëjtë? Shiko, pas vendimit gjykatës kushtetuese? Shiko, ky është momenti më i rëndësishëm, po ta shikosh po? Në kontekstin e pjesës së kufizimit të lirisë dhe këtë vendim që ka dhënë gjykata kushtetuese. Ky vendim nuk e nxjerr dhe nuk vjen në zbatim në formë automatike që mund të jetë pikë orientuese, por ajo sqaron në pikën e saj që masa e sigurisë, elementet për të cilën kanë dhënë me vendimet e tyre gjykata, nuk janë sqaruese. Pra ata nuk arrin të sqarojnë përse duhet të mbahet në burg Erion Veliaj në gjithë të situatë pse janë këto vendime. Pra, po ta shikosh në këndvështrimi këta nuk e detyrojnë gjykatën e lartë, se gjykata e lartë thjesht mund të rri prapë përsëri në të njëjtin vendim, po thot vetëm do bëj një sqarim interpretimi më të thellë. Por duke qenë se vetë gjykata kushtetuese para disa kohësh e ka nxjerrë këtë vendimin e vet unifikues nga kolegjit e bashkuara, duke përdorur dhe elementet e pjesës rreziku largimit, prishjes së prova, ndikim të dëshmimtarëve e tjerë,
mendoj që do të analizoj më në thellësi elementet derisa të shkoj në fund fare pasaj tek pjesa e arrestit në burg. Pra çdo element, çdo fazë e pjesës së procedimit, detyrim paraqitje, tjera, do bëj një analizë shtërruese derisa të shkoj që është proporcionale masa e arrestit në burg që jepet për Velien apo jo. Dhe unë mendoj që vetë gjykata e lartë mendoj që do të jetë shumë sqaruese dhe mund të orientoj që ky kufizim i lirisë në kushtet që jemi, mendoj që nuk i plotëson më kushtet, pasi dosja dhe hetimi paraprak ka përfunduar, gjykimi në themel ka filluar dhe nuk përbën me element dhe sinjali për sa i përket vendimit të kushtetueses është dhënë te pjesa e rikthimit në detyrë të zotit Veliaj, gjë që ishte krejt normale që do ta kthente, por pavarësisht sepse edhe unë kam qenë skeptik për sa i përket rastit që dhe ta kthente, ai nuk do të paraqitej dot në detyrë, por ky është momenti që këto dy element të gjykatës kushtetuese, gjykata e lartë kam përshtypjen që do t'i rishikoj dhe do t'i shteroj në interpretimet e saja. Dhe bindja juaj cila është? Shiko, unë mendoj që do të kemi një arsyetim të fortë pse Erion Veliaj duhet të lëjë qelin. Dhe në fund do ta lërë qelin, cila mund ishte masa? Dua një parashikim edhe me këto dhënat që keni si jurist. Shiko, në mënyrën se si e shikoj, në kushtet që jemi ai duhet ta lëjë qelin. Çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet është opinion dhe bindje. Unë po them me këto rrethana që kemi, cila do të ishte vendimarrja e gjykatës. Ja sqarova, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është detyrues. Nuk thot që arresti në burg ka qenë kështu e kështu, nuk merret fare, por thot nuk është arsyetuar pse duhet të rinë burg. Pse duhet të rinë burg. Dhe gjykata e lartë mund të rri përsëri në këtë. Mund të arsyetoj pse duhet të rinë. Por duhet të sqaroj psen. Duhet të sqaroj psen, por në qoftë se ajo do të vazhdoj të thoj që masa në burg është proporcionale, tjera të kudiun që mund të dali, ajo do bëj autogol, duke qenë se ka dhe vetë vendimin e unifikues. Në rast se për vendimin tim ai do dali. Cila do ishte masa e zbutur?